Paran mund ta krahasoni me një gjallës të egër, me shumë reflekse, e ndrojtur. Në këtë video të rrallë të më shumë se 20 viteve më parë, Sali Berisha jep një shpjegim se çfarë është paraja sipas tij. E egër por e ndrojtur. Dëgjohet të shpjegojë ekspertizën e vet mbi paran, njeriu që ka drejtuar vendin për vite të gjata varfërie. Kur ai ishte presidenti plot fuqishëm i vendit, shqiptarët humbën mbi $1 miliard kursime, në atë që njihet si kriza piramidale, e cila u pasua nga tmerret e vitit 1997, kur u shkatërrua shteti dhe ushtria shqiptare. Lëvizja antiqeveritare që filloi me 24 janar në Lushnjë dhe përfundoi me 24 korrik 1997, pas dorëheqjes së Sali Berishës si president i vendit, erdhi nga falimentimi i skemave piramidale, të cilat profesori i paras, që shihet në këtë video, i quante më të pastrat në botë.